Mirë, rikthehemi së bashku miq të dashur. Siç tham, një lajm I mirë, duket një lajm I mirë që Lugina e Vjosës zyrtarisht është pjesë e UNESCO-s, përfshirë në programin Njeriu dhe Biosfera. Po, dhe për këtë Kjo Vjosa që e mori vesh këtë bota, sa të bukur e kemi në Shqipëri këtë lumin Vjosa, biodiversiteti aty I madh që është, por Merita, po thoja? Po thoja që për këtë çështje, të cilën ne po e konsiderojmë si një hap mjaft pozitiv, do të flasim me arkivistin, me aktivistin fakt dhe me studiuesin njohur që e kemi tash në linjë të drejtë për drejtë, Auron Tare. Auroni, po besoj se po na dëgjon dhe qen ka në një ambient goxha të mirë aty. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kështu mirëmëngjesi nga Prishtina, që është e freskët sot këte, nuk e di se si është atje Shqipëria sot, me motin, me kohën. Dishin që ka borë në viset malore në Shqipëri, veç ka borë. Po, kemi pas shi gjithë natën. E borë? S'keni qenë borë akoma. Borë akoma. E po mirë, Auron, çfarë duket ky si e vlerësoni, si e komentoni lajmin për luginën e lumit Vjosa, që është tani në mbrojtje të UNESCO-s? Në fakt, pyetja juaj nuk është korrekte, sepse nuk është në mbrojtje të UNESCO-s. Po kështu e kemi lajmin. Kështu e kemi lexuar te kryeministri I Shqipërisë. Pikërisht do ftuam që të na sqarosh sepse pyetja jonë është korrekte. E vërtet, por mbas informacionet, po, juve mund të shikoni pak më shumë për ta kulumtuar, megjithatë kjo ishte batut për humor, nuk ishte për nisje. Po. Serioze. Atëherë, për të kuptuar ju, Man and Biosphere është një, si thua, një lloj ta sjellim me këmbë në tokë për publikun, një lloj medalje që I jepet zonës për të thënë që kjo zonë ka një rëndësi të rëndësishme për biodiversitetin dhe është një lloj kategorie ku biodiversiteti, pra ruajtja e biodiversitetit ka një rëndësi shumë të madhe në komponim me si thua gjurmën e njeriu që jeton atje, pra si thua me banorët lokal. Pra baraspeshja midis biodiversitetit dhe banorëve. Kjo është një lloj, si themon, një lloj medalje e cila tregon që kjo zonë ka rëndësi, por duhet të thënë që ruajtja e Vjosës, pra ruajtja e lumit, dhe jo vetëm e gjithë luginës, është një çështje mendoj unë shumë e rëndësishme dhe shumë serioze, por fatkeqësisht po të shikosh në terren, serioziteti nuk përkthehet me hapa konkret, me si thua ndërmarrje të ndryshme të cilat do të garantonin ruajtjen e peizazhit natyror dhe historik për brezat që vijnë. Dhe kjo përkthehet në ndërhyrje në zonë, pra në gërmime, në gurore, në ndërtime në anës lumit, në vend ku hidhen plerat etj. Pra të gjitha këto, të cilat janë aktivitete njerëzore, duhet dal nga dal të eliminohen për të ruajtur peizazhin historik shekullor të luginës Vjosës. Pra nëse antarët e UNESCO-s ande nga Parisi vinë dhe shikojnë këtë zonë, mendon që nuk e miratojnë? Do me thënë ka probleme këtu? Shiko, t'ju them diçka. Diku në 2002, kur unë isha drejtori Butridit, sigurisht një njeri me djeni më pak se sot, edhe modestisht më se thuash I angazhuar për mbrojtjen, në atë kohë kisha marrë një bursë për të shkuar në Universitetin e Yale-it. Dhe qëllon që diku nga shtatori tetori vjen një personazh shumë interesant bashkë me bashortën, nëpërmjet një miku tim, unë I shoqërova që mos e zgjas shumë, ju dhash dhe një drek dhe duke biseduar I thash që do të shkoj në Yale, ai ishte profesor në Amerikë. Më tha, shiko tha, unë do të sugjeroja diçka, tha, ti do shkosh në Amerikë, do bësh një doktoraturë që s'do e lexoj askush. Nëse ti qëndron në Butrinë dhe bën Butrinë e famshëm,
sigurisht që emri jot do të jetë i rëndësishëm atë që do të bësh. E para, e dyta, dëgjova tha që po më thoshe jo po turistët tuaj dhe etj. Butrindi duhet të bëhet një vend ku shqiptarët janë krenar. Dhe shqiptarët jo vetëm janë krenar, por dhe jetojnë dhe kanë si thua benefite ekonomike nga ajo mbrojtje që do të bëhet. Pra nuk do të bëhet për të huaj, por do të bëhet për shqiptarët. Dhe më vonë mora vesh që ky zotëri ishte një Amartya Sen, është fitues i çmimit Nobel për ekonomi dhe nuk e kam harruar asnjëherë ato këshillat e tij ku gjërat bëhen për banorët, pra për ata që banojnë atje. Çfarë doni të thoni me këtë? Më fal për ndërhyrjen. Që kjo po konsiderohet si zonë mjaft e rëndësishme nga ana e UNESCO-s që vjosa pra tjetë në programin Njeriu dhe Biosfera, por po thoni se ajo zonë nuk është punu shumë të për banorët e Shqipërisë, është kjo? Unë po them këtë, që zona, jo vetëm ajo, po të gjitha zonat e tjera, duhet bëhen zona të cilat janë zona që shqiptarët krenojnë, shqiptarët i mbrojnë. Pastaj, ka rëndësi për UNESCO-n apo jo, është tjetër histori. Sepse, nuk e di se sa minutash kemi, po mund të them diçka tjetër. Ohri është me të njëjtin status, pra menë biosferë. Ohri është UNESCO ka disa vjet e cila paralajmëron për ta hequr Ohrin nga lista e pasurisë botërore për ta futur në listën e rrezikuar. Pse? Sepse zona prej qark po ndërtohet, po dëmtohet, pra nuk po ruhet peizazhi historik dhe peizazhi natyror i zonës. Ju po e thoni këtë që dhe në Shqipëri është njëjtë, e përmendët edhe Butrindin, edhe këtë zonë përreth që nuk po ruhet si duhet. A mund t'ju sugjerim? Do ishte bukur të bëni një emision tjetër, për shembull, mbi zonat e mbrojtura në Shqipëri dhe sigurisht në Kosovë. Në Shqipëri ndoshta ju e dini që para 2 vjetësh Ministria e Turizmit dhe Kohës amendoi ligjin e zonave të mbrojtura për t'i bërë ato taksesueshme për ndërtim. Pra, nëse një shoqëri dhe një shtet, një institucion kërkon që të ndërtojë brenda zonave të mbrojtura, atëherë jemi një flamur të kuq shumë të madh, sepse ti dëshiron të ndërtosh në atë që është zonë mbrojtur. Ka pasur dhe një reagim në lidhje dhe me Thethin, çfarë ndodhi atje? Thethi është tjetër histori, nëse keni dëshirë, mund ta diskutojmë. Edhe jo, me që folëm edhe për këtë ligjin e ndërtimit. Nëse është e vërtet për UNESCO-n, kush fiton më shumë? Ne kuptuam që në fakt duhet ne në fillim fare ta mbrojmë, ta ruajmë. Kush fiton më shumë? Fitojnë aty banorët e zonës, fiton Shqipëria, është reklam vetëm, është politikë? Fiton qeveria apo çfarë? Edhe një tjetër. UNESCO është një gjë, unë kam bashkëpunuar me UNESCO-n që në 90 Po ke qenë dhe antar, po e dim. Kam qenë 8 vjet në Këshillin Shkencor të UNESCO-s, kam qenë 2 vjet drejtuesi i Këshillit Shkencor të UNESCO-s për pasuritë në Nujore. Kam qenë në shumë misione ndërkombëtare me UNESCO-n dhe ajo që unë i kam thënë banorëve, të gjithë banorëve aty ku kam qenë, mundur kam thënë që në rast të parë duhen banorët të jenë koshient dhe të jenë përgjegjës për atë që duan të bëjnë apo duan të ruajnë. UNESCO është një ombrellë e madhe, sigurisht ka vlerën e saj, por nëse shoqëria, publiku, institucionet shtetërore nuk e ruajnë atë pasuri, atëherë nuk ka vlerë ombrella e UNESCO-s. Po, sepse pas një kohë dhe mund të hiqet. Kjo është ajo që... Por ombrella e UNESCO-s nuk ka vlerë as ekonomike, as diçka tjetër, pra. Është shumë e rëndësishme që vetë banorët të kuptojnë që duke ruajtur peizazhin, arkitekturën, kulturën, trashëgiminë, kjo do të përkthehet në vlerë ekonomike. Dhe kjo është mësimi që nga marrë nga Butrindi. Po, me këtë, apo thoni ju që banorët nuk po e ruajnë? Apo e thoni në bazë të kësaj bisede të cilën po realizojmë ne, që banorët nuk po i ruajnë këto vlera të kësaj zone, të Butrindit dhe zonave tjera? Më shiko, nuk është çështja e banorëve, sepse banorët jetojnë në atë zonë. Sigurisht kanë aktivitetin e tyre, do marrin ujë nga lumi, do gërmojnë, do bëjnë. Por nëse ti, mendoj unë, jo mendoj unë, po eksperienca ime, vendos një zonë
që do ta ruash apo zonë të mbrojtur apo me status pastaj me kategori të ndryshme, duhet të kesh dhe një vizion të qartë se çfarë do të bësh. Pra, do ta ruash duke e promovuar atë nëpërmjet turizmit kulturor, turizmit natyror, etj. Pra, duke sjellë të ardhurat në zonë. Nëse e ruan pa si thua benefite ekonomike ndaj banorëve, nuk ka vlerë. Pra, banorët nuk do të jenë ata që do të mbështesin këtë koncept. Unë bazë kësaj, po kuptoj që qeveria ka punë këtu dhe duhet investoj. Cila mbetët puna e tyre përveç një reklame, nëse mund ta quajmë, që po i bëhet pjesës së Vjosës? Momenti që shteti investon prish punë. Pra, këshilla ime është mos investo, po hyrë shteti prish punë. Po çka duhet me bërë shteti? Cili është roli i tij? Banjat është një vend i mrekullueshëm, i cili ka qenë një oazë i mrekullueshëm. Sot kanë bërë, kanë bërë rrugë, kanë ndërhyrë, kanë bërë parking etj. Një zonë e cila shkojnë duajt me karvan, ato karavan, çka quhen ato, që flën brenda, pjekin aty salciçe, pin birra që marrin nga Gjermania, rrin aty lahen etj. Po banorët përqarë nuk kanë fitim fare, s'kanë asnjë lloj benefiti. Pra është bërë për të huajt. Dhe momenti që shteti bën diçka për të huajt, që donë, pra nuk shkon, nuk funksionon. Ajo duhet të jetë për banorët. Shikoni Syrin e Kaltër, një tjetër zonë mbrojtur. Është turp shkon Syri i Kaltër, është një cirk i madh. Po në cirk ka dhe Arusha, aty s'ka Arusha. Pra, momenti që shteti futet dhe ndërhyn dhe bën gjërat të pastudiuara në mendimin tim, prish punë dhe i ekspozon. Pra, është si punë e kësaj, se ju jeni besoj të dy të udhëtuar. Ti shkon në një hotel butik, apo të shkon në supermarket. Momenti që ti e bën vendin supermarket, i humbet atë kontekstin historik, i humbet peizazhin natyror, ja humbet të gjitha arsyet pse do të shkosh ta vizitosh. Dhe kjo mendoj unë po i ndodh në Shqipëri sot me reklamimin e madh të turizmit masiv. Pra numra, po të kesh vëre, çdo ministri i turizmit del dhe thotë, si vjet solla më shumë, pra askush nuk mendon që shiko, ky numër po dëmton natyrën, peizazhin, kulturën, trashëgiminë, arkitekturën. Sot ndërtuesit shqiptar janë shumë agresiv ndaj natyrës. Shikoni Bregdetin shqiptar, po e shpatallojnë fare me ndërtime të cilat nuk kanë asnjë lloj vlere arkitekturore të trashëgimisë shqiptare. Melita, nëse din pikërisht zotrin që kemi ftuar sot, zotin Tare, din që një prandaj dhem shumë dhe unë e mirë kuptoj, siç mund të mirë kuptoj secilin, sepse ky e ka shëtitur sa kam informacione plumb komplet lumin Vjosa. Dhe kur jemi këtu, më thuaj paksa, për shembull, nëse vim ne nga Prishtina, a kemi ne një sinjalistik që na tregon për të shkuar, për ta vizituar dhe për shkuar pikërisht tek lugina e Vjosës? Edhe këtu mund të hym paksa se sa ka bërë qeveria dhe shteti, sepse turistët duan t'i kenë mirë ato tabelat, orientimin, informimin, sepse e di që kanë qenë disa tabela, por nuk e di me ndryshk, nuk e di me tela, me hekura. Çfarë ndodh? Po. Përtej asaj humorit që ti sjell, sepse shoh që pas ke lexuar një shkrimin tim. Lugina e Vjosës është një luginë shumë historike. Pra ka qenë lëvizja që në antikitetin e hershëm, ku udhëtarët, karavanet, ushtrit, të gjitha gjërat kanë kaluar nëpërmjet Vjosës dhe shkonin në Maqedoninë antike. Pra ishte, si thua, kur vije nga jugu i Shqipërisë apo nga Epiri aty, shkonin në Maqedoni. Dhe rrugkalimi i Vjosës është mijëravjeçar dhe sigurisht ka gjurmë jashtëzakonisht të rëndësishme të historisë. Për shembull, t'ju jap disa detaje, në përgjatë lumit Vjosës ka kaluar dhe ka qëndruar për disa muaj me radhë Julius Cezari gjatë betejës së tij të famshme me Pompein. Por këto lloj gjurmësh kaq të rëndësishme sigurisht janë pjesë e asaj turizmit kulturor apo magnetit që ti i thith njerëzit për të vizituar më shumë të lloj lugine. Për shembull, unë jam munduar prej kohësh të krijoj një muzeum në natyrë në pjesën ku ka qenë fronti i luftës italo-greke. Është një nga detajet më interesante të luftës së dytë botërore, ku në zonën midis Përmetit dhe Tepelerës kanë ardhur të gjithë personalitetet më të mëdha
të europiane të kohës, pra kone në krahun italian, ku erdhe vetë Duqja, në krahun grek, ku erdhe vetë mbreti grek Konstantin, po kanë ardhur dhe general gjerman, ka qenë një kryevepër. Dhe, për shembull, ka modele të muzeumeve në natyrë, të cilat thithin 3, 4, 5 milion vizitorë vetëm nëpërmjet pjesës së kulturës dhe trashëgimisë historike. Kemi për shembull muzeumin e Napoleonit në Belgjik, Waterloo e famshme, apo kemi muzeumin e famshëm në Alpet italiane me luftës parë botërore, ku njerëzit shkojnë dhe shikojnë të gjithë betejat që janë bërë në këtë zonë. Pra, shumë bukur kjo zonë mund të kishte këto lloj konceptesh historike, që faktikisht nuk i ka. Dhe prandaj po thosha që momentin që ndërhyjnë institucionet shtetërore me fonde, të cilat nuk mendohen mirë, fillojnë dhe pastaj prishin si peizazhin si pjesën historike. Atëherë cili është roli i institucioneve i shtetit në këtë rast për me rujt këtë trashëgimi kaq të bukur të cilin e ka Shqipëria? Shiko, shqiptarët besojmë nuk ka nevojë të shpikin rrotën. Shqiptarët do shikojnë në modelet më të mira që janë jashtë, do t'i marrin dhe t'i përshtasin sipas zonës. Për shembull, me rastin e Butritit, ne aty krijuam një zyrë menaxheriale, përqendruam të gjithë interesat e ndryshme, duke filluar nga ato shtetërore, NGO-t, si thua, lokale etj, dhe munduam të krijonim planet pesëvjeçare, për planet menaxhimit që quhen, të cilat adresojnë të gjitha problematikat që kanë këto zona. Dhe pastaj frenuam, derisa i eliminuam komplet, çdo ndërhyrje në peizazh, ndërtimet, etj, por duke sjell benefite ekonomike në fusha të tjera, pra duke ndërtuar për shembull një shkollë, duke inkurajuar turizmin, duke i shpërndar turizmin në të gjithë zonën. Pra ka forma shumë të ndryshme. Menaxhimi një lumi të tillë në gjithë gjatësinë, sigurisht ka ato vështirësitë e veta, por që ka metoda dhe ka modele shumë të mira jashtë, të cilat merren dhe aplikohen aty. Problemi kryesor është, mendoj unë, serioziteti. Pra, mos përdorimi si reklam i një gjëje, por të jemi serioz që të themi, po, dua ta ruaj këtë, jo vetëm për rëndësinë e madhe historike, po për dhe benefit ekonomik për komunitetet përqarë. Dhe serioziteti, pra jo të pikturosh një fasadë të bukur dhe mbrapa të jetë gjithë plera. Por të pastrosh plerat një herë, ta bësh vendin e bukur, pastaj të pikturosh peizazhin për të pastaj reklamuar si një peizazh i bukur. Kjo është, mendoj unë, pra serioziteti i institucioneve dhe i përfshirjes së komuniteteve. Ke pasur kontakte me banorët e zonës, janë të lumtur ata, çfarë thon ata? Për çfarë të lumtur? Për këtë lajm? Për që ndryshon jetës dhe i bariu në atë zonë? Nuk i ndryshon. Çfarë ndryshon jetën? Po me institucionet ke pas kontakte dhe a ju pyesin juve institucionet, ministria në këtë rast për shembull? U a keni thënë këto rekomandime të cilat i keni si njohësi i kësaj fushe? Shiko, ja t'jap një shembull, për shembull. Unë kam qenë 8 vjet në Këshillin Shkencor të UNESCO-s, i zgjedhur me votë, pra të zgjedhin shtetët. Kam shkuar nga Madagaskari në Kolumbi, në nuk e di, Poloni, në Bullgari, etj, shumë misione. Kam qenë 2 vjet kryetari i Këshillit Shkencor të UNESCO-s për pasuritë botërore në New York. Në Shqipëri mos ka ftuar asnjëherë askush për të pyetur një gjë. Ora çfarë do bëj? Ndërkohë në Shqipëri kam bërë 18 vjet kërkime në New York me 2 institucione më të famshme amerikane të kërkimeve në New York. Kemi zbuluar diku te 42 armija antike nga shekulli 6 para Krishtit deri në luftën e dytë botërore. Pra kemi nxjerrë Shqipërinë në një ndër 10 ekspeditat më të mira në botë. Unë shkoj më ftoj nga Singapori deri në Alaska për të folur për kërkimin në New York në Shqipëri, po mos më thirr askush asnjëherë nga Ministria e Kulturës për të pyetur për ndonjë gjë. Çfarë mund të bëjmë në këtë fushë? Pse? A ka përgjigje? Urdhë? A keni përgjigje? Pse? Jemi në Shqipëri.
Dhe nuk po m'pëlqen kjo përgjigje pse jemi në Shqipëri. Dhe profesionistë, ata që kanë punu dhe që ua kanë besu punën edhe institucionet nga shtetet më të zhvilluara të mos vlerësohen në bazë të asaj që ju po e thoni dhe të mos respektohen nga vetë shteti nga i cili është formësu individi, rastin konkret ju. Shiko, kjo është realiteti shqiptar. Pra këtu është realiteti shqiptar. Po si duhet me ndru këtë realitetin shqiptar, sepse nuk duhet me mbajt kështu gjatë. Koha po ecën, zhvillimet po vazhdojmë, Shqipërinë e kemi shumë të bukur dhe po e shohim që lakmia e të tjerëve është çdo herë e më e madhe që ta përvetsojnë, ndërsa ne nuk mund të thirremi gjatë në këtë realitetin shqiptar. Duhet me ndru. A ka forcë, a ka fuqi duke përfshi juve dhe të tjerëve me ndryshu këtë realitet? Për momentin nuk besoj, sepse shikoj që në përgjithësi publiku nuk ka interes për trashëgimin kulturore, nuk ka interes për peizazhet historike. Ndoshta këto janë temat të cilat i takojnë një popullate e cila ka kaluar disa faza në zhvillimin e saj ekonomik dhe pastaj ulet dhe shikon çfarë do ruajmë, çfarë nuk do ruajmë etj. Mendoj që për momentin Shqipëria po kalon në një fazë të borgjezisë re, të cilët për të fituar çdo lloj gjëje sakrifikojnë çdo mundësi të natyrës, të bregdetit, të maleve etj. Për të përfituar. Pra nuk kam nuk ulet njëri të thotë që shiko se këtë plazhin e bukur apo këtë bregdetin e bukur unë do ta ruaj, nuk do ta ndërtoj. Por kërkon sa më shumë ta ndërtosh. Për shembull, besoj ju vini në Shqipëri, hypini makinës nga Llogoraja deri në Samil, Shqipëria nuk njihet më. Për shembull, ajo Shqipëri që unë jam rritur dhe e njoh, nuk e njoh më, nuk është më ajo Shqipëri. Po, ka ndryshime të shumta. Të tillë, do të ketë zhvillime, po jo zhvillime të tilla agresive, pa një vizion të qartë, pa ruajtur arsyen që pse do të vinë njerëzit në këtë vend, sepse bota është shumë e madhe, turistët vinë një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj fillon del fjala që këtu është një vend rëmuj, një vend arkitekturë lokale etj. Ikin njerëzit, nuk të vinë më. Po të shikosh për shembull, unë merrem me turizëm, jetoj me turizëm, mua grupet e mira që vinin dikur nga National Geographic apo nga institucione të tjera kanë filluar reduktohen, nuk vinë më. Pra nuk duan vinë më në supermarket. Shkojnë diku tjetër që është më interesante, është më e bukur, më e ruajtur. Shqipëria për mendimin tim, ndoshta tingëlloj pak pesimist, po është në një fazë ndaj agresionit ndaj natyrës dhe nuk po kupton që po prish dhe kulturën e vet. Për shembull, të jap një rast pak humoristik, po që shumë e vërtet se e kam jetuar. Para 10 apo disa 15 vjetësh në Sarand, te plazhi aty dolën ca gra suedeze topless. Edhe eri policia apo problem u bë një kështu debat shumë i madh në qytet sepse s'kishim parë në një gjë të tillë. Sot në Sarand është mos e normale kjo gjë dhe po kjo ndikon në kulturën e vendit. Pra brenda 10 vjetësh ti ke një ndryshim të madh kulturor në mënyrën e prezantimit të vendit tonë, pra një vend që është nuk ka ca korniza. Jemi drejt fundit të bisedës. Dhe kam një pyetje, jemi drejt fundit të bisedës, kam një pyetje, e vizitoni shpeshherë Kosovën dhe si duket, Kosova është më bio, flasim për natyrën gjithçka, më ruajtur apo Shqipëria? Nëse mund të bëjmë një krahasim. Unë e njoh Kosovën nga 98-99 kam qenë sipër në ato malet gjatë kohës luftës, kam shpenzuar shumë kohë atje, njoh shumë njerëz, kam miq shumë të mirë, shumë mirë biles. Mua Prishtina për të vërtetës nuk më pëlqen, shoh një agresivitet shumë të madh në arkitekturë, pra më duket dhe ndjes për këtë, po kjo është e vërteta, po e them se ndjej, më duket si një qytet i dorës dytë nga Turqia. Pra nuk ka identitetin e vet. Dhe kjo është ajo që unë po them vazhdimisht. Ne po humbasim identitetin, do të vi një periudhë që do të jemi një vend pa identitet. Pra s'kemi më identitet. Identifikus, arkitekturë, peizazhe, histori, do të zhduken dhe nuk do të kemi më identitet. Se fundit vendi nga kjo njihet. Pra nëse ti shkon në Prishtinë apo në Tiranë është tjetër gjë, është një eksperiment i madh urbanistik.
por nëse ti fillon humbet identitetin, çfarë ngelet unë për shembull para 3 ditësh shkova kaluar rastësisht në rrugicën që kam qenë i vogël, kam kaluar atje dhe ka qenë një rrugicë, një Tiranë e mrekullueshme, ato shtëpiat e bukura me ato kaldrëme, kështu ishin zhdukur dhe po bën pallave. Pra për mua Tirana është qyteti huaj, nuk kam ndjesi, nuk kam emocion. Zotare, kur të ftojmë herën tjetër, ta zgjerojmë ende bisedën, do ta mbyllim syt, sepse këtë rrotull, lagjin ku jemi ne ka shumë ndërtime, edhe do të marrim një herë në studio të flasim gjëra gjatë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe juve për ftesën. Suksese gjithë mirat.